Ku me mua kemi një zoje cila dëshiron me na fol pak për procesin se si ka shkuar votimi për të dhe për pjesën e Gjakovës. Nderuar, faleminderit shumë për kohën. A mundni më të tregoni sa keni votuar dhe si ka shkuar procesi i votimit? Unë votova, mirë ka shku. Shpresoj mu bo ma mirë, ma shumë pak për shëndetësi, se vetë jo me diagnostifikuar me kancer. Edhe dhe që tash ka shku procesi mirë, po dhe ma mirë mu bo. Shpresojmë për ma të mirë, në së të di. Shënim të shpejt spori, a mundi më tregu se çka do të me investu më shumë në shëndetësi, sa i përket shëndetësisë në Kosovë, në gjendjen se do të Mas pari vizitat janë shumë të shtrejta, gjithçka është privat, asgjë nuk është shtetënore. Sidomos na që jemi me kancer, duhet pak me marrë një iniciativë më të madhe, me ja përkushtu, me ja jap një ndihmë se nuk janë kushtet. Nuk kemi mundësi për terapi, se terapia është mjaft e shtrejtë, kështu që shpresojmë për më të mirën. A ka pas mundësi me i siguru bornat, cilat kanë edhe një kostë shumë të lartë, Po, shumica nuk kom kry në që kom Prishtinë. Doktori jem është Arben Beslimi, e falenderoj nga zemra se shumë u kujdes për mu, edhe Emine Dishen. Ata ju kujdes mjaft mirë për mu, po gjana tjera, vizitat e mamografie, biopsie, këto krejt privat janë duft mu bo. A mundi më ne dhona një mesazh për fond për qytetarët e Gjakovës dhe krejt Kosovës për me dalë në zgjedhje? I lus gjithë me dalë me votu, pse kjo është vota janë për më ardha ta për me na bo më të mire që dojmë na. Edhe që të kriz pak mi ullë, punësim sa ma shumë, s'pëti, inshallah sukses kushto që fitan. Faleminderit shumë. Faleminderit.